Ushtria izraelite njoftoi se ka eliminuar një komandë të njësisë elitare Raidën të Hezbollahut gjatë një operacioni ajror të zhvilluar të mërkurë në periferinë jugore të Beirutit. Sipas autoriteteve izraelite, objektivi u godit me një zonë të banuar, ndërsa kryeministri Benjamin Netanyahu dhe ministri i mbrojtjes Israel Katz konfirmuan sulmin përmes një deklarate të përbashkët. Ky është sulmi i parë i drejt për drejt izraelit në kryeqytetin libanez, që pas arritjes së armëpushimit muaj më parë, një marrëveshje që synonte të ulta për shkazimin e konfliktit mes dy palëve. Hezbollahu ende nuk ka reaguar zyrtarisht për vrasjen e komandantit të tij. Sulmi vjen në një moment të ndjeshëm pasi armëpushimi mes Izraelit dhe Libanit ka qenë tashmë i brisht, megjithëse sulmet ajrore në Beirut ishin ndaluar. Forcat izraelite vijojnë të mbeten të vendosura në disa zona në jug të lumit Litani dhe kanë kryer her pas here goditje në territorin e Libanit jugor. Nga ana e tij, Hezbollahu i mbështetur nga Irani ka reaguar me sulme të kufizuara për fshirë lëshimin e droneve të armatosura drejt pozicionit ushtarak izraelit. Ky dinamik ka mbajtur të tensionuar vijën kufitare pavarësisht përpjekjeve për stabilizim. Situata ndërlikohet më tej dhe nga konteksti më i gjerë rajonal pasi armëpushimi në Liban lidhet indirekt me negociatat më të gjëra mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara. Teherani e ka bërë ndër kërkesat kryesore ndalimin e sulmeve izraelite në Liban si pjesë e diskutimeve diplomatike me Washingtonin. Ndërkohë Izraeli ka kërkuar evakuimin e banorëve në disa fshatra në veri të lumit Litani, një veprim që shihet si një sinjal për zgjerimin e mundshëm të operacioneve ushtarake. Bisedimet mes palëve vazhdojnë në nivel diplomatik, por pa përparim të dukshëm në uljen e tensioneve në terren.